Kruja është qyteti i kështjellave, i heronjve, i historisë, por me skallëdrëmeve të saj, jeton një tjetër histori, e heshtur, por e fuqishme. Është historia e Elma Rustamit, një grua që nuk ecën me këmbë, por me fjalë dhe ka shkuar shumë larg. Ajo është 47 vjeç, ka botuar 15 libra, ka edhe 5 të tjerë gati për botim, të gjitha i ka shkruar duke jetuar një jetë që nuk është as pak e zakonshme. Sepse me gjithë të barës mundi që kam kurris, me këtë jetesë të vështirë që ka, dhe me kushtet fort mira që kemi, të punojnë në këtë mënyrë dhe të ndjerë janë befasu. Bile ka pasjen një kritik shumë i mija Dereti Kalulli, do të keni njohë, aje ka vlerësu jashtë masë e Elma, sidomos për thënjet e menqura, sepse tekstet e Elmës kryesisht janë të mbushura me thënjet të menqura. Ku i gjenë, thoshtë ai, në qytet kaq të vogël, ku i gjenë? Me këtë peshë që ka, kjo si është mundë. Libri më i bukur është shumë vështirë, thot Elma, të vesh dorë mbi libra që ka Elma. Megjithatë unë do ta titulloj njërin libër, 12 shtigje në ese. Pastaj ka shumë, unë e kam vështirë ta. Elma nuk dallon asnjë, edhe nuk dalloj libra sepse kam vështirë. Pasi ka punu shumë, ka punu rreth 2 vite për një libër. Nuk është kolleta saktë. Çfarë libër ka Elma? Kur punon? Punon me laptop. Vetëm me laptop. Me asgjë. E përmjet laptopit, jemi lidh me një shqip shkronjë të Tiranë, është lidh vetë Elma, dërgojnë edhe japin, edhe kur është e gatshme që të botoj libri, e fut në prodhim ajo dhe. Unë me Elmën krenohem. Jem krenohem. Jemi privilegjuar që ka. Po më si që ajo lëvit me karrotë, për 27 vite, unë prapë i privilegjuar, sepse punon. Dhe deri tash ka botu 15 libra, një nga këto në gjuhën italiane. Dhe ka në dorë dhe 5 libra të tjerë. Para një javë organizoj një aktivitet të përkry, shkolla e mesme, vetëm për Elmën, vetëm për botimet e Elmës, doli diçka e bukur. S'ke kuj treg të tjetër këtu, se është qike vështirë të vlej libra. Kështu e njohëm edhe ne, në një veprimtari në gjimnazin e Krujës, aty u promovua libri i saj 11, askush nuk fliste për kufizimet e saj, flitej për talentin, për shpirtin e saj të bukur, për fjalët që frymëzojnë. Elma ka lexuar çdo libër që gjendet në bibliotekën e Krujës. Në shtëpi ka krijuar një tjetër botë, të mbushur me libra dhe dritë. Elma nuk kërkoi mëshirë, ajo kërkoi fjalë dhe i gjeti. Elma nuk ka libra me lexu. S'ka libra sepse ka lexu gjitha, më kupta drejt. Ka shfrytzu bibliotekën e qytetit, kur shfryt me libra, nuk kemi shtjapë, zgjedh dhe vetë. Ka shfrytzu bibliotekat e shkollave, janë biblioteka goxhat fuqishme. Plus bibliotekën e vetë. Edhe maj sa ka mundësiun, në mundësitë e mia modeste, ja kam bledh me një libër, që ka një bibliotekë të pasur. Në qytetin e historive të mëdha, Elma ka shkruar të sajën një histori që nuk ka nevojë për zhurmë, sepse zëri i saj vjen nga zemra. E vërteta është se jo çdo hero ecën mbi tokë, disa fluturojnë me fjalë. Elma Rustami, vajza që nuk e pranoi eshtjen, por e shndroi në poezi. Elma Rustami është dëshmia më e bukur se arti jeton, edhe në eshtje, se fuqia një njeriu nuk matet me trupin, por me shpirtin që zjadh të mos ndalet,
Nga Kruja, një vajzë në karrocë ka shkruar histori për të gjithë ne.